Kryetari i opozitës Sali Berisha deklaroi gjatë kësaj të martës se Partia Demokratike ka mbështetur kërkesat e protestuesve dhe do i konsiderojë ato me seriozitetin më të madh në çdo aktivitet të partisë brenda dhe jashtë vendit. Ne kemi mbështetur plotësisht 5 kërkesat e para dhe mbështetja ndaj tyre përbën një nga motivet më themelore të angazhimit ton total, jo me simbolet dhe sloganet tona, por si antarësi dhe mbështetës të Partisë Demokratike bazuar në fibrën qytetare. Kërkesat e paraqitura dje garantoj protestuesit se do të konsiderohen me seriozitetin më të madh si në aktivitetin ton direkt kombëtar, ashtu dhe aktivitetin ton ndërkombëtar. Duhet të theksoj këtu se ne në të gjitha lidhjet tona dhe aktivitetet ndërkombëtare kemi mbrojtur kauzën e drejtë të protestuesve. Jemi të gatshëm të trajtojmë me seriozitetin më të madh dhe insistojmë që Parlamenti të ndërpres çdo lloj aktiviteti tjetër dhe të merret me trajtimin e kërkesave të drejta të protestuesve, të protestës së rinisë dhe qytetarëve shqiptar. Berisha ka përshëndetur sërish qytetarët të cilët po vijojnë protestën në kryeqytet, ndërsa u bëri thirrje edhe qytetarëve të tjerë që t'i bashkohen kësaj proteste madhështore, ndërkohë që një kërkesë pati edhe për diasporën shqiptare. Përsëri përshëndes 10.000 qytetarë, të cilët në kushte të jashtëzakonshme të një vape të papar, mbushën përsëri dje rrugë dhe bulevardet e Tiranës dje në orët e para të mëngjesit, duke kërkuar largimin e menjëhershëm të narkodiktatorit. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar, i madh dhe i vogël, t'i bashkohen kësaj proteste në çdo kohë dhe në çdo rast. Kësaj proteste madhështore që mbjell shpresë në çdo zemër shqiptare. I bëj thirrje diasporës të mbetet si gjerësot e angazhuar në këtë mision të madh të shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim që në shumë aspekte e ka dëmtuar në ekzistencën e vetë kombit shqiptar më shumë se çdo regjim tjetër para tij.